Po, ne kemi një kërkesë paraprake. Ndem ta lexoj. Po. Faleminderit. Të nderuar gjyqtar, në parashtresat e institucionit të Presidentit të Republikës që kemi depozituar pranë jush në datën 15/10, ne kemi kërkuar që të rimerret në shqyrtim çështja e kompetencës suaj për shfuqizimin e dekretit numër 350 datë 1/10/2025, si dhe të deklaroni në fillim të seancës mos kompetencën, sepse nuk mund të shqyrtoni një akt administrativ siç është ky dekret. Zgjedhjet në Tiranë u penguan. Prandaj tashmë duhet të rikthehet kushtetueshmëria dhe të shpallet moskompetenca për shqyrtimin e dekretit numër 350 datë 1/10/2025. Meqense nuk u deklarua moskompetenca për shqyrtimin e kërkesave lidhur me dekretin dhe nuk na çliruat nga statusi i palës në këtë proces, që do të ishte një vendim i drejtë dhe ligjërisht korrekt për këtë kërkesë paraprake. Ne po e paraqesim kërkesën edhe një herë formalisht përpara jush tani, që të anulloni vendimin për përfshirjen e dekretit numër 350 datë 1/10/2025 në këtë shqyrtim, si hap që duhet i paraprish shqyrtimit të çështjes në themel. Argumentat tona në mbështetje të kësaj kërkese janë si vijon. Mbledhja gjyqtare të gjykatës kushtetuese ka vendosur në datën 9/10 që të pranoj për shqyrtim kërkesën e kryetarit të shkarkuar të Bashkisë Tiranë për shfuqizimin e VKM-s numër 539 datë 25/9/2025. Shfuqizimin e dekretit të Presidentit të Republikës dhe pezullimin e efekteve juridike të këtij të fundit. Vendimi për kalimin për shqyrtim të kërkesës për fuqizimin e dekretit është mbështetur vetëm mbi dokumentacionin e servirur nga kërkuesi, tek i cili mungonte tërësisht praktika dokumentare e institucionit të Presidentit të Republikës për dekretin. Mungesa edhe e praktikës dokumentare të Këshillit të Ministrave për VKM-n e bën tërësisht të pambështetur dhe të njëanshme vendimarrjen tuaj. Praktika dokumentare ka rëndësi thelbësore, sepse vetëm nëpërmjet saj mund të qartësohet pozicioni zyrtar i dy organeve shtetërore të përfshira në këtë procedurë, lidhur me të drejtën e ankimit ndaj aktit, mungesën e kompetencës së gjykatës kushtetuese për shqyrtimin e ankimit dhe rrethanat kur ligji lejon pezullimin e aktit.